Përshëndetje miq të dashur. Dangeli ju përshëndet nga Diaspora Flet. Shkojnë në vitën e radhës Sala Jashari, se përsëri pas ka dalë duke kritikuar Albin Kurtin. Kush? Sala. U detyrova me të vërtet se mas pak të kam që me bo video për këtë për Salën, sepse është kush është, ama po më detyron, sepse me këto akuza që kjo po i bën, vallahun do i përgjigje me kundër akuza. Por me fakte, jo pa fakte si gjithmonë. Miq, për me kuptu përgjigjet e mia, je lus si gjithmonë, shikoni videon deri në fund, edhe i kuptoni se çka ka thonë kjo dhe çka po thojmë ne. Edhe një lutje tjetër e kam që ju lutem, kush ka mundësi me bë subscribe, e bën juve si kushton kur gjë neve na animoni shumë. Kështu që shkojnë në videon miq, ju përshëndes. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës. Teksa qëndroj sot para jush, me më shumë se gjysmën e karrikeve të Parlamentit të Kosovës të zbrazura, këtu lind vetëm një pyetje. Apo i humbet popullit shpresa? Ja, tu lindin dy pyetje, pyetja jote edhe pyetja jon e dyta. Kundër pyetje, kundër përgjigje. Sepse a pe vetën edhe për të kënë, pse po ndodh kjo? Për çfarë arsye? Apo që e keni qitë Çelsin ju? S'po dërë me votu presidentin? Apo çka? Se Albin Kurti po ju thirr? S'unë është me ja gjuh falë Albin Kurtit, oj Sala Jashari. Të kom të regua ditë, mos dirë me kritikue, pa fakte. Me fakte po, edhe në të bëj. A pa fakte, valla jo gjithëm këj kundër. Me kësare e për thonë po, s'kam qa bëj, sepse realitet është realitet. Me dalë me gënyje para televizioni, nuk lom. Edhe që je Sala Jashari, po për me gënyje, popli nuk të lenë mu. As popli, as diaspora. Shkujna me që lutem. Se ne nuk po hamë barë, Sala Jashari. Edhe ne hamë bukë sikur ti. Shkujna? Apo i humbet Kosovës shpresa? Sepse qytetari këtë pamje nuk e sheh vetëm këto, në sallën e kuvendit. E sheh çdo ditë. E sheh kur institucionet nuk funksionojnë. E sheh kur vendimet shtyhen. Po dhe ne e shofim se kush i ka fajet. Ne e shofim që Albin Kurti po i bën ftesë. Albin Kurti po i qënë letër, ju po refuzoni, nuk po doni president konsensual, nuk po doni kur gjë, hypë të vrava, dripë të vrava. Këto më se arra me thonë, që s'ban. Dosh me thonë dhe këto, dosh me konë real, edhe që jetë deputete për të kësë, me rajt nuk ban. Me rajt s'ban. Ka zohë realitetin, Sala Jashara. Për gjithë respektit që i kom për Jashart, unë kur përmerët bjemni i tyne, unë shkunën për vene, amo me rajt nuk të lomë. Mos e shfritëzo rastin, këtu me dalë Parti Demokratike të Kosovës, me dalë me gënime tash, që ati kur e ke lomë bekin Jasharin, një dalë nena, ati po dhije që diçka së në regull. Po, kjo është tem tjetër, e bojmë një ditë tjetër. Por edhe njerë po të tërhek vrejten, me mirësi, mos dirë me gënyje, mos jahop vete autoritetin. Këta ki për Dangeli, për shpirti po të thëmë, mos jahop vete autoritetin. Se ki më befasue, mas në përgjigjeve tua, pyetjeve tua, apo si të dush tuj, akuzat tua, ki më befasu kur ti qeson e kundër akuzat. Shkojnë amiq. E kur pushteti nuk arrin të marrë përgjegjësinë për atë që i takon, dhe pas një kohe, qytetari fillon ta pyes veten, nëse institucionet nuk po punojnë, për mua, atëherë kush po punon? Unë nuk e di a je në Kosovë të jetua jo. Unë nuk e di a shkon në parlament, a nuk shkon në parlament. Apo a të intereson që a shka për Albin Kurti a jo.
Po nisëm pej shtesa fëmijëve, Nona Lehonave, Mitrovicën, bankat ilegale, zyret ilegale, pozat ilegale, kufiri u hiq pe atu të shku atje ku duhet me konë, në stacione policore, e shumë tjerë. Qa i ka full? Sala, qa i ka full? Ka qere, më rajt ka shumë zbon, bre? Ma, zbon, nuk të lomë. Mos lom, nëse do një rajt, ata tut, që të kanë votu ty, bërë një të bim Skenderaj, ose ku dush, ku do një, ku e një jo, dhe, aty në raj sot mu nësh. Ama me do në publik, me rajt, ja. S'lom, sepse kemi fakte, që së është e vërtet, s'ka po thu, absolut. Shkune miq. 2 vite, edhe mandati im si deputete ka filluar e vazhduar në një kuvend ku puna institucionale është bllokuar vazhdimisht. Gjatë kësaj kohë. Amo nga ju, e nderuar, nga ju, jo nga Albini, nga ju. Ju jeni hipset vrava, shdripset vraja, PTK-ja. Hipset vrava, shdripset vrava. Edhe dim pse, sepse qatë që më kanë vidhë, që po i tutën biros konfiskimit. Po ta thom troq. PDK, AK, LDK nuk dojnë sepse rap, knej, rap, të lutem, këtu e problemi, fola për këto pak. Ama jo rana, bre, mos e zbon. Rruja autoritetin veti që i kjetë autoritet. Shkuna miq? Ne nuk kemi kërkuar asgjë, përveç asaj që Kosova të jetë stabile, që institucionet të formohen dhe që Së është e vërtet absolut. Se me kon ju që e keni kërku këta, ju këshit votu presidentin. Apo presidentin. Së është e vërtet, oj zoj. Mos kënjej. Mos i mashtru poplin. Mos i mundo me mashtru, se s'po një mashtru. Po mos i mundo me mashtru. I më kalu ato kur kom poplin gjumë. S'ka mu. të vazhdoj të punoj në frymën demokratike. Jo për një parti. Jo për një grup. Po për vetëm Kosovën. E ke shkretu Sala Jashari. Po ama bre një deputeti për dëkës, LDK që si janë multimilionera, mësëm edhe miljardera. Këta kanë punu për Kosovë, po është zoti Sala Jashari, këta kanë punu për Kosovë. Ma se na tranove për rane. Na tranove për rane. është turp, për bes është turp. Për bes, pasi të ndëgjoj që të video, nëse ki pak turp, ki mu tërpru. Me orë, me na folë, për dëkëja, për moral, për hajni. Këja, me na folë, për moral, për hajni. E le dëkëja, pa i pasha zotin, se di, veç me vështet për istimur edhe mira me kohë. Pome, dhe i sot rëzohen. Lere me më zbëne e gara, mone e kohët. Më zbëne e gara. Shkona e meq. Demokracia, të dashur qytetar, nuk matët vetëm ditën kur numërohen votat. Demokracia matët çdo ditë pas zgjedhjeve, kur pushteti vendos nëse do ta respektoj kufirin që i vendos akti më i lartë juridik, Kushtetuta e Kosovës. Pse s'pi respektoni? Respektoni, votoni presidentin. Shkojnë tutje. Për gati 2 vite, Kosova ka pritur. Ka pritur që institucionet të formohen. Ka pritur që kuvendit të punoj. Ka pritur që përgjegjësitë të merren. Dhe pas 6 vitesh qeverisje, çfarë kanë bërë të tjerët, nuk mund të jetë më përgjigje. Çfarë kanë bërë të tjerët? Çfarë keni bërë ju sidomos? A do me të regu? Prit, gohëm edhe mendje. Mas pari pe i Bedri Homzës, e tjerë. Shkojnë amiq? Sepse përgjithësia ju takon juve. Unë e di që lëvizja vetë vendosje mundet me po edhe kushtimin e kuvendit, edhe ko përgjithësi, edhe drejtësohet përgjithësi, edhe të qeverisë, por nëse krijohet kushtohet kuvendi, krijohet qeveria, nuk ka marrëveshje politike,
dhe vjen e diskutohet për presidentin ose presidenten, as që bisedojmë. A peshe oj zoj? A peshe? Në falimi se për jashtë e në të punu diçka edhe nështë ka pak zhurën, po shkojna me që. As nuk bisedoni fare. As nuk bisedoni. Gjithë s'ka duhet ndodhë pa u formuar qeveria. Pa u formu qeveria. Për presidenti duhet vendoset pa u formuar qeveria. Pa u formu qeveria. Kjo është kushti PDK-s. Kjo kushti PDK-s. A peshe çfarë kushti keni pas, soj Sala, Jashare? E ta pëse ndryshut kushtin? Ta shion herë qeverin, tani presidentin. Për para, kër e formoj qeverin, jo, ta është presidentin. Qysh? Mos gënja monit koftë, se turp. është turp. Një vajzë si kur ti, me dalë me gënja shqyqare këtu, vajzë da grua pa marrë pasyshe, nuk ta di historin, po nga që je e re, po të versoj kështu. Me dalë me gënja shqyqare është turp. Mos ja hu vete autoritetin a monit koftë. Mo, se zbon. Nuk bën edhe që i politikane. Unë e di që i politikanë të rajnë, bre? Rajnë. Amo jo kështu. Jo kështu. Leja pak autoritet veti. Që mos me dhonë shonë s'ker kuna me thonë për rajnë. Mos japë material me thonë nuk është për rajnë. Se fakte ka. Mos harani asë një deputet asë një deputet mos të harran që fol e nuk jesin në arkiva. Ta e së më kërë jela së më thonë. Shkojna mish. Fashimi me kadreve sjellën e ka ndodhë duhet. Gohë. Unë jam kom protesta këtu. Jam shku me këfori francez edhe si u ka një heq. Na mashtroj edhe shkoj. Qytetari. Kombi hypi edhe... A peshoj zoj. Kush ka punu për Kosovë? Jo Albini. Albini ka këthy shpija ty një. Këti zot njësë, asoj, zoje, titra, asoj. Mabre se marrësh me rajdre, marrë me gënibra shqyqare. Shkuna. Jo, ku vazu fillim. Fashim, Arbresha, Arbresha. Gota është kjo PDK-ja qiteti. Ka pagu pare. Pare ka pagu për me nda Kosovën. Me fakte, po folione, s'pi thomone, pi thot deputeti. Shkojna të ndëgjojna. Më zoj, ti që po do me kesh Albin Kurtin, po do me liftu për të kënë. Që këta janë që s'po do me punu. Jo, këta po punojnë. Karavani po ecë. Jo boni sa dhe lama. Karavani po ecë. Shkojna me që? Përshëndetje Arbresha. Jemi duke diskutu me dy deputet nga radha televizjes vetëvendosje në Parlamentin e Kosovës dhe u deklarua ajo çfarë e kam transmetuar mbrëm në studion e emisionit Debat Plus, pikërisht këtë deklaratë tuajnë që dy zyrtar, dy anëtar të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës kanë bërë thirrje që të mos hiqen masat. Kush janë këta dy persona nga Partia Demokratike e Kosovës? Atëherë normal përshëndetje edhe një herë për ty dhe për të tuarit tuaj në studio. Është e vërtet, ky është një takim që ka ndodhur në fillim të nëntorit në Bashkimin Evropian mes të dy zyrtarëve të PDK-s. Unë kam thënë që janë dy anëtarë të kryesisë. Janë dy zyrtarë të PDK-s që janë takuar me dy përfaqësues të Bashkimit Evropian. Unë i kam emrat edhe të dy zyrtarëve të PDK-s. Tamam. Emrat edhe dy zyrtarëve të PS. Kush janë? Dhe di edhe kohën edhe vendin kur është bajt takimi, një sigurisht e di dhe se çfarë Kush janë dy zyrtarët e PDK-s? Çfarë është folur në këtë takim është pikërisht pra kjo që është bërë thirrje që Kosovës mos i hiqen masat deri pas. Më intereson të di kush janë këta dy zyrtarë të Edhe mu, PDK-s. temna. Shiko, unë nuk i kam përmend emrat, po këta dy zyrtarë kanë reaguar vetë, kom pa me një herë ma telekom, janë zotri Nikaj edhe Nikaj? Selimi. Qërë kemi në shonë. Alo, po ndëgjoj mirë. Andëgjove zoj. Këta kanë lobu për me nda Kosovën. E ti, si Sala Jashari, po ki ftyrë me dalë në parlament edhe me akuzu Albin Kurtin, respekt. Halal të kofë tomli vita me vaj palme, për bespo.
Unë, kom thonë edhe pra së video, unë nuk kom qef me të kritiku ty për si salë se kush je. Amo, nuk do, nëse del vazhdon që shtët, po përbes mrapa më ki rregullisht, vetëm me fakte, pa fakte jo. Absolut. Që s'kom kur që kundër. As kundër te, as kundër këkujna. Unë kom kundër atyni që rrejnë, atyni që shpifin, atyni që gënjejnë. Atyni që mendojnë me rrajt poplin, kujtojnë që për rrajnë poplin, vetëm për vota ose për përfitime personale. Po mas pakti, këtë shkon ty. Mas pakti, këtë shkon ty. Shkona tjetërën, këtu të mirat e për të kësa, e nëse donë, unë të qesë edhe të mirat e lëvizë vetë vendosje. S'ka problem, absolut. Edhe i qesëm ka nërë cilat janë ma shumë. E cilat janë ma të mira, cilat janë ma të këqia. Shkojna miq? Dhe në atë ko, Atë njerë? si kanë bashkangjitle për Savicin në të shokë dhe pjesës veçanit. Dhe të ta pa ku fi, aja pjesë është dhuruar nga antishqiptari famkeqi Aleksandar Rankovici. Unë ta shty si Sala Jashari po të pësë. A pa shto është ti me që deklarat? Ta shimë thashit? A për qëta pas ka lëftua dhe me Sharja? Me orë ta shimë thashit që pej broja atje me thonë vëlla këto nga ka vërë Rankovicia? Po është zoti, fort kisha pas shefe ma këthi përgjegjen, a pa to është ti, si Sala Jashari me që deklarat ta shimë thashit. Shkojna miq? Dhe sot, ku më dalin dhe vlasin disa që janë në ide të Rankovicit, ato e pa pranueshme. Të di. Veç janë pozitiv, tash po jam shumë i drejtë për drejtë. Për krime lufte se kisha dënuar si njeri. Me pas në dorën time, fuqinë time, pse po e them? A të kupton? Dhe kjo kush ka jam listi bile kisha bërë për palën tjetër. Se për mua çmimi më i madh i luftës së liria dhe pavarësia. Krejt këto tjerat janë pjesa të çmimit. Mirë kur e kem propozuar kuvendit në Kosovë, disa kanë falë nevojë, ka raste po që kanë falë gjithçka. Për këtë pjesë, Sala Jashari, po të lo me ndohë vetë, s'pa thëmë sen. Ta me ndohë vetë se çka do me thonë kjo. Sidomos për juve. Po, miq, unë i përshëndes nga diaspora flet, unë edhe nëherë po thëmë, sartë të kritikoj Sala Jasharin, unë vjen keq, amo edhe me lanë me gënyje, nuk keme lanë sepse nuk bënë. Me shfridzu një mbijamen, me shfridzu një familje, veç pëse është atjetër, me dalë tak me afut këtë, jo, pasha zotë. Absolut jo. Kështu që mi që unë edhe neri përshëndes nga diaspora flet, mire, po shumë i të radhës.